kryeministri është Edi Rama? Edi Rama është kryeministri që do ta çojë, po e çon në fakt Partinë Socialiste në fitoren e saj të 10, si kryetar partie. Do të nga fitore janë fitore. Është kryeministri, kështu i bie. E mban mend atë shprehje nga fitore në fitore? Ai mend po. Nuk besoj që ai atashohet absolutisht me atë lloj mentaliteti, domethënë. Jo, e tha dhe vetë ai nga këto podcastet, ne tha shkojmë për fitoren e 10 tha. Do të nga fitore në fitore. Ky është fakt me i fjalë, quaj si do duash. E para dhe e dyta është kryeministri i cili vizionin dhe obsesionin e tij ka firmosjen e traktatit të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Dhe një person që e ka të vendosur aty piketën, unë besoj që ja vlen rreth parta ndjekësh dhe në radhë të dytë I beson Edi Ramës? Patjetër që po, absolutisht. Tani duke qenë se ju jeni një njëse shumë e mirë e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ka qenë pjesë edhe e detyrave që keni pasur, detyrave politike. Si po shkon NATO? Po shkon drejt mos ekzistencës? Nuk duhet ta besoj këtë gjë. Unë NATO-n e njoh shumë mirë sepse thash që kam qenë në proceset e integrimit në NATO për një kohë shumë gjatë. Bile kam qenë 2 vjet përpara hyrjes në NATO dhe 2 vjet pas hyrjes në NATO. Kështu që kam parë dhe si është mos jesh një vend i NATO-s dhe kam parë dhe si është të jesh një vend i NATO-s. Atëherë? NATO është një aleancë politike dhe jo vetëm ushtarake. Po sigurisht. E cila ka një peshë shumë të rëndësishme në krijimin e stabilitetit, sidomos në ato që quhen shutter belts, pra pikat e çarjeve të gjeopolitikës. Domethënë, gjithmonë Europa ka sa vite, 85 vite pa luftë, domethënë vetëm tani kemi problemin e Ukrainës, që kemi luftë në territorin NATO ka bërë vetëm Kosovë, po. Kështu që 85 vite, po ka bërë luftë. Ka bërë, po nuk ka nevojë se si thos Sun Tzu, lufta më e mirë është ajo që nuk luftohet. Është ajo që kalohet pa u luftuar, që do të thotë që lufta e ftohtë ke fjalë. Para përgatitja dhe prezenca e NATO-s dhe të gjitha strukturat që NATO ka dhe stërvitjet e vazhdueshme që bëhen dhe negociatat politiko-ushtarake janë ato që mbajnë Trump po e mbylli zërin e Amerikës? Prandaj po them që jemi në një situatë shumë të pasigurt gjeopolitike. Unë shoh një izolacionizëm të shteteve, shoh një rikthim nga globalizmi në shtetet kombe, shoh një rikthim të merkantilizmit, që gjë që s'kishte ndodhur për shumë vite. Këtu po flas në analizë të ftohtë. Shoh një detant. Gjithmonë gjeopolitika dhe shtetet dhe me fjalë. Kjo vetëm për shkak të Trumpit? Bota kalon, nuk besoj se është vetëm për shkak të Trumpit. Besoj që është për shkak të disa gabimeve shumë të mëdha që janë bërë dhe nga shumë aktorë dhe faktorë, nuk dua të vendos. Dhe Amerika? Nuk besoj se duhet përmendim vetëm. Besoj që bota arriti në një moment ku paqen e mori shumë të mirë qenë. Mirë, po siç thot ajo maksime e vjetër, thot kohët vështira krijojnë njerëz të fortë, kohët e fortë krijon kohë të mira dhe kohët e mira krijojnë kohë të vështira. Sa bukur. Kështu që besoj që jemi tani në këtë ciklin e ajo paqja 35 vjeçare që nga rënja e murit Berlinit e bëri botën dhe mungesa e leadershipit. Po mungesa e leadershipit vjen nga kjo paqja? Pra, domethënë mungesa e leadershipit. Po lexoja këtë librin e Kissingerit, Leadership, është një libër i mrekullueshëm. Jo diplomacia. Është libri i fundit që ai ka botuar përpara se të ndronte jetë dhe në fakt me qira fjala do doja shumë që ti ishte gjallë, që ti dëgjoja analizën se çfarë do thoshte për botën. 100 vjet vajte jo Romina. Po është një nga mendjet më brillante, një nga profesorët të paktën të mirë shpirtëror që e kam gjithmonë pikë referimi. Dhe të mendosh që presidenti Bamir Topi ka biseduar 2 orë me të kur i ishte në detyrë. Është një fat jashtëzakonshëm. Është një nga gjërat më të mrekullueshme që mund të ndodhte. 2 fiksime e kam patur për të takuar Henry Kissinger dhe Madeleine Albright. S'munda dot, kështu që Madeleine Albright nuk e ke takuar? Nuk e kam takuar, sepse ajo u tërhoq nga politika kur unë ende isha. Ti e di që babai i saj ishte ambasador
edhe në Shqipëri? E di. Se kam lexuar biografinë e saj, Madame Sekretari. Madame Sekretari. E kam lexuar. Dhe në librin Leadership tani të Henry Kissinger, aty janë disa personazhe që ai analizon, është Konrad Adenauer, është Margaret Thatcher, është ai kryeministri i Singaporit. Dhe kur flet tek Adenaueri, se si ai kaloi nga burgjet e Hitlerit në kancelarin që çoi Gjermaninë vetëm pas 10 vitesh pas falimentimit dhe poshtërimit, në fakt që u bë me gjithë ato, në themelimin e Komitetit Shelikut bashkë me Schumannin, tjerin të kuptosh që Europa ka patur burra dhe gra kaq të mëdhenj. Sa ende kemi hijet e tyre në... Dhe ata që janë aktualisht nuk janë në atë format. Ata që janë aktualisht e kanë menaxhuar S'ka më feqer, zonja Kuko. Po pra kemi nevojë urgjente, imediate, që Europa të ketë një rikthim të leadershipit dhe të vendimarrjes. Kam shpresë te kancelari Merz, me thënë të drejtën, sepse Merz mbajti një qendrim. E takoi Berisha, ju se keni takuar apo? Nuk e dini nëse ka takuar apo ka bërë një foto-op, po tash në foto e dim si funksionon ajo gjëja. Kur po flasim për takim, jo për... Kur do takoj kryeministri? Besoj shumë shpejt, patjetër, sepse do kemi komunitetin politik europian në Tiranë në fund majit, kështu që prisni surprizat e radhës. Tani, edhe për ta mbyllur se po më pëlqen aq shumë kjo biseda, sidomos kjo international, po më pëlqen aq shumë dhe më vjen kështu që e kam fokusuar te zgjedhjet, domethënë nuk del këtu. Për Kosovën, më thuaj me 3 fjalit, çfarë parashikon? Nuk mund të ta them ende se çfarë parashikoj për Kosovën, por ajo që parashikoj, doja të ndodhte në Kosovë është përfundimi më në fund i dialogut. Avancimi i Kosovës në agjendën që BE ka përcaktuar për të. Ne duhet jemi shumë të qartë që marrëdhëniet e forta me Amerikën, sepse Kosova është një vend i cili pa Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pa... Kur ti e bëri armik? Pra, urgjentisht normalizimi dhe forcimi marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara dhe linjëzimi me politikën e BE-s janë imediate, sepse duhet që Kosova të avancojë, të ecë përpara në proceset e integrimit. Ne nuk mund të kemi luksin që të zvarrisim ende proceset dhe kaq mund të them për momentin. Kaq mund thuash? Për momentin. Dike shumë, po nuk the asgjë. Jo, për momentin kaq shoh në horizont. Nuk dua të spekuloj. Nuk do spekuloj kurrë, jam larg spekulimit. Jo, fakti që kryeministri i Shqipërisë nuk komunikon me kryeministrin e Kosovës. Komunikon, jo. Komunikon, po komunikojnë këtu si dy që i është thyer zemra, por nuk ngjit më. Jo, nuk është çështje dashurie dhe emocioni kjo, nuk ka lidhje fare me fjalë, ata komunikojnë kur vjen puna për çështje. Atëherë për ta mbyllur këtë ekziston mundësia e kthimit të diskutimit të ndryshimit të kufive? Nuk di ta them këtë gjë, nuk ka sinjale për ta thënë këtë gjë, kështu që kur të ketë ose nëse do ketë, që nuk e di. Për ta mbyllur fare, nëse Partia Socialiste humbet zgjedhjet ose kështu entuziazëm, po ka edhe një opsion tjetër që humbet zgjedhjet Partia Socialiste. Ku është ky opsion? Si, opcionet matematikore, zonja Kuko? Nuk ka një opcion. Ju keni studiuar për psikologji, po shkenca eksakte është shkenca eksakte? Kam studiuar për psikologji kognitive, që është e gjitha statistikë e sjelljes njerëzore në fakt. Nuk ka lidhje fare me pjesën e terapisë. Ka të bëjë me parashikimin e sjelljes njerëzore. Është ajo që ndodh sot me algoritmet, kështu që bëj një parashikim për kryeministin Rama atëherë. Pas zgjedhjeve me çfarë? Unë thash kognitivizëm, jo orakull, kështu që nuk bëj parashikime. Po megjithatë nuk ka një opsion që PSOE të humbas zgjedhjet. Nëse do të duan disa mandate, me cilën mund të bëni të koalicion? Nuk ka një opsion që PSOE të humbas zgjedhjet. Pse do përgjigje ti do thoshe përpara Edi Ramës që unë mendoj që ne do bëjmë koalicion. Kjo është diçka që unë realisht. Po ka ndodhur 2009, 6, 70 dhe 4. Jemi shumë larg 2009-s, jemi në 2025-ën. Domethënë ka ndryshuar kaq shumë, ka rrjedhur kaq shumë ujë. E thash një herë, po e them përsëri, zonja Kuko, pozitivisht, je rafinuar. Pozitivisht. Si politikane. Nuk e parë gjë akoma. E the dhe ti këtë gjë, Po. Një mesazh për zgjedhësit, për ata që do duhet votonin ty?
me që jemi në... Unë nuk jam në fakt në pjesën e listave të votimit, sepse listat e mbyllura. Megjithatë, mesazhi im për ta është çfarë unë do doja t'ju jepja si mesazh, është që jam aty vetëm për t'ju shërbyer dhe besoj që komuniteti është pjesa më e fuqishme dhe më e rëndësishme e një politikani. Kështu që unë mezi pres në fakt të shkoj, të filloj takimet me ta, të filloj të dëgjoj të gjitha problematikat e tyre, dhe pastaj për Korçën për të zbatuar një vizion tjetër, të ri, të asaj Korçës europiane që folëm edhe me një bujqësi të zhvilluar, të Korçës si një hub të teknologjisë të informacionit dhe të inovacionit, qyteti ka gjithë potencialet për ta bërë këtë gjë. Si një vend me një potencial turistik të jashtëzakonshëm, të pashfrytzuar me pistat e skive, me turizmin dimëror dhe me çdo gjë tjetër, kështu që unë në Korçë shkoj me një kartë shumë të qartë të zhvillimit ekonomik dhe jo vetëm me fjalë boshe politike. Okej, të falenderoj shumë për këtë bisedë të këndshme, po më ka pëlqyer pjesa international. Do ta kryejm next time. Okej, me të vërtet me shumë kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.